Konkursi kombëtar i gjuhës shqipe ka nisur zyrtarisht në 700 shkolla të arsimit paruniversitar në të gjithë Shqipërinë, duke angazhuar mbi 11.000 nxënës të klasave të nënta. Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manasiliu theksoi rëndësinë e kësaj iniciative për ruajtjen dhe promovimin e gjuhës shqipe. Konkursi kombëtar i gjuhës shqipe tashmë realizohet për të tretin vit radhazi në shkollat nëntëvjeçare dhe janë më shumë se 700 shkolla nëntëvjeçare në të gjithë Shqipërinë që janë pjesë e organizimit të këtij konkursi të madh kombëtar për gjuhën shqipe. Më shumë se 11.000 nxënës ne presim që të angazhohen në këto 2 muaj në këtë konkurs të hapur, në këtë garë të hapur, për të përçuar ato që ne kemi më të shtrenjtë, gjuhën shqipe, pasurinë tonë të madhe, identitetin tonë kombëtar që na lidh, që na bashkon. Gjuha shqipe nuk është thjesht një mjet komunikimi, është pasuria jonë më e madhe që kemi. Ndaj ne duhet ta mbrojmë, ta trashëgojmë, ta flasim bukur atë. Tema e këtij viti është gjuha shqipe dhe komunikimi qytetar në epokën digjitale dhe reflekton sfidat e reja që komunikimi digjital sjell për ruajtjen dhe zhvillimin e gjuhës tonë kombëtare. Tema e këtij viti që ne kemi përzgjedhur është gjuha shqipe dhe komunikimi qytetar në epokën digjitale. Unë shpresoj dhe jam e bindur që do të fitojnë më të mirët, por ajo që do të fitojë vërtet është gjuha shqipe. Është gjuha jonë e bukur shqipe që përmes jush, përmes të gjithë fëmijëve, nxënësve që do të angazhohen në këtë konkurs kombëtar, do të lartësohet edhe më shumë. Konkursi do të përmbledh elemente të ndryshëm, duke nisur nga poezit, pyetjet e shpejta, projektet inovative, duke treguar se sa njohuri kanë nxënësit për gjuhën shqipe. Pas kësaj faze të parë, konkursi zhvillohet mes klasave të nënta në çdo shkollë për të identifikuar nxënësit që shfaqin talente apo aftësi të spikatura, e më pas do ta përfaqësojnë shkollën në nivele të tjera, ku do të bëhet garimi rajonal për të nxjerrë 20 skuadrat më të mira që prekin gjysmëfinalen, e më pas finalen e madhe ku shpallen fituesit. Ky është edicioni i tretë i konkursit kombëtar të gjuhës shqipe, që zhvillohet me nxënësit e klasave të nënta në mbar vendin.